Dhe jemi rikthyer përsëri në këtë pjesë tjetër me Eriola Doçin dhe në fakt në këtë periudhë festash, më saktë, un kam shumë qejf të shpërndaj dhurata dhe patjetër që kam një dhuratë për ty Eriola. Oh, baba gjyshi shizone. Nga Woman Secret. Festat nuk janë vetëm dhurata. Koleksioni i ri i Krishtlindjeve nga Woman Secret sjell reati, butësi dhe stil për momentet më të bukura festive në shtëpi. Zbulo koleksionin e fundit në dyqanet në fga.al. Ti mund të vazhdosh të bësh scroll aty, po unë mendova diçka shumë sweet. Faleminderit Tina. Dhe seksi patjetër për Krishtlindjet. E shoh ngjyra është e kuqe, por nuk po zbuloj më shumë. Faleminderit. Eriola, rikthehemi pak tek Big Brother VIP 3. Ishte një eksperiencë shumë intensive e ndarë me shumë personalitete të forta. Do të përmendim disa emra dhe për secilin do na thuash një kompliment të sinqert dhe një gjë që nuk do ta toleroje më sot. S'duam sulme apo histori të vjetra, thjesht sinqeritet nga ana jote. Do ta filloja direkte me Egla Cenon. Një gjë që ti e vlerëson tek Egla. Shpirtin e luftës, do thoja. Luftoj gjithë ato muaj, gjithë ato ditë dhe muaj në Big Brother dhe ishte një grua e vendosur për të arritur aty ku shkoj. Cila sjellje s'do ta toleroje më nga ajo jashtë Big Brother VIP? Po jashtë nuk besoj se do sille njësoj, nëse do kishte diçka që nuk do toleroja, është mbase epitetet që vinte, që ishin të mua më thoshte ke kaviljet e mëdha. Emri i radhës është Jul Deda. Një gjë që e bën të Julin të fort në lojë, cila është? Ka shumë gjëra, ka shumë tipare, po mendoj që inteligjenca, Juli dinte shumë mirë që dhëmbi Juli e dinte shumë mirë se ku ta godiste kundërshtarin, kishte aftësi të forta. Një sjellje e Julit që të ka zgënjur kundrejt teje. Kundrejt meje ne jemi akoma miq, po që kishte çik manipulim me lojtarët në lojë patjetër që po. Kemi Romeo Vesha, një anë njerëzore të tij. Po që ka qenë njëri shumë emocional dhe me zemër të madhe. Po një moment që mendon se e teproi. Po ato që tepronte ishte që egzageronte pak a shumë situata, domethënë i zgjaste, nuk ishte mas. Kalojmë ke Heidi Baci. Si ke marrëdhëniet me Heidin? Mirë jemi, po. Çfarë të ka pëlqyer realisht tek Heidi? Buzëqeshja që shumicën e situatave i kalonte me buzëqeshje. Ishte ftohtë ishte goxha e ftohtë gjatë sulmeve, do thoje. Çfarë mendon që të ndahen më shumë nga mënyra e menduarit nga ajo? Që mënyra e të menduarit, po nuk është se e frekuentoj shumë. Do me thënë, përshëndetemi kur takohemi dhe nuk e njoh shumë sa të t'jap një tipar, do me thënë që më ndan, por mendoj që jemi komplet karaktere të ndryshme. Po, mbas edhe kjo që se the ftofësisë, është me ftohtë. Jemi karaktere të ndryshme. Kalojmë te Meriton Mjekiçi, një cilësi pozitive që nuk ja mohon dot. Pozitive që bën shumë për njerëzit, e ka zemrën e pastër. Ku gabon Meritoni? Ku gaboja ai brenda Big Brotherit? Fliste para kohe. Pati dhe një puthje mes jush, që patjetër nuk do ta lija pas. Për te pjesës skenike, do na shuash një kuriozitet si puthte Meritoni? Po, puthte mirë, patjetër. U mendova sepse po mendoja në cilën dubël ka puthë më mirë. Bën shumë dubla, por që patjetër që përderisa puthja u pëlqye, ka pas të ka ardhur një mesazh nga Ilnisa. Jo, në fakt nuk kam komunikim. Po si është e vërteta e atyre skenave që ishin fshirë nga filmi? Raporti yt me Meritonin sot si është? Ne kemi qenë miq para Big Brotherit, kemi qenë kundërshtar në Big Brother dhe na bëri bashk, le të themi, ky projekt. U fut ndërmjet së Rikja. Po, këto pjesët që janë fshirë nga filmi kanë qenë skena të Rikës me Azemin, jo të mijat. Okej, në rregull. Kalojmë tek Francesca Murati, një tipar pozitiv që i njeh. Po Francesca ka energjinë e mirë, është shumë vajzë energjike. Kalojmë ke Elisa Golli. Po.
Me qenë se nuk të ka ardhur asnjë mesazh, ti raportet me Ilnisën besoj se nuk Dëgjoj, unë dhe Rike u treguam goca shumë korrekte, po zbuloj diçka ekskluzive këtu tek ju. Unë dhe Rike i quam ftesën Ilnisës për filmin, okay. Ndërmjet një mikeshës tonë, kështu që nuk na erdhi përgjigje, por ne në projektet tona patjetër që kemi qenë dashamirëse edhe me njerëz me të cilët nuk kemi kontakt. Ata ka një gjë pa që le ta quajmë kjo ftesë apo thjesht ka qenë për kulturë, edhe kultura mediatike dhe disa një lloj etike duhet patjetër. Nuk është se ka ndodhur, nëse dikush vazhdon të qëndrojnë Big Brother, është gjë tjetër, ne kemi ka përcyer. Dhe nëse flasim këtu për Bigun është që domethënë sepse është tema më trend dhe fenomeni. A gjen do një gjatë që edhe e vlerëson tek Ilnisa. Po që më duket e zonja në karrierë. Atëherë. Domethënë gocë profesionale do thoja, që për t'i parë njerëzor nuk mund të flas, nuk kam kontakt. Kalojmë te Graciano Takani, ta mora fjalën. Kisha e kam shumë lidhjen e veçantë në fakt me Graciano dhe Eriolën për periudhën time të Shizon Topi, prandaj edhe unë prandaj e përmenda. Atëherë, një energji e mirë që sillte ai në shtëpi. Po sepse qeshte gjithmonë kërcente, ishte shpirti festës. Çfarë nuk përputhej me ty? Po ajo situata besoj që superputhe dhe e din çka ka Big Brotheri, është që ndoshta ti me njerëzit që ke miq përpara, ndoshta nuk të bashkon rrugtimi dhe nuk vazhdon ti kesh një njerëz të rinj. Për shembull, unë nuk e prisja asnjëherë që do kisha miqësi me Ledionën, me Julin, kur nuk i kisha parë, le të themi live asnjëherë në jetën time. Ndryshe nga Meritoni, Olsi, Graciano, që i kam patur më miq. Në fakt Olsi ndeti pak, si është marrëdhënia juaj tani pas asaj deklaratës që tha brenda shtëpisë Big Brotherit që Romeo të kishte shkruar Po nuk është se kemi shumë kontakt, se s'kam qenë as në top këtë periudhë, po patjetër që raportet miqësore të pastëra ja. Pra, është hedhur komplet mbrapa gjithë ajo. Roza Lati, një forcë e Rozës që ti nuk e diskuton. Forca për t'i dhënë zë mendimeve dhe opinioneve të saja. Një situatë e saj brenda në shtëpi ku ti do kishe vepruar ndryshe. Mbase ka qenë ajo pjesa me djalin e Meritonit, ku do kisha vepruar ndryshe. A ka ndonjë personazh të Big Brother që ishte ndrysh para kamerave dhe ndrysh pas kamerave? Do ju të thoja ka ndonjë që është i njëjtë si në kamera si jashtë, që ka ndryshe. Besoj që janë shumica se të detyron edhe vetë formati ndonjëherë. Po ndryshe për keq? Ndryshe për keq, se gjysmën nuk e di, domethënë ndryshe për keq në sensin do emra. Po. Po. Po për shembull Meritoni ishte më mirë jashtë se brenda. Okej. U influencua, patjetër dhe ai mund ta marr paketë. Po një që në kamera ishte mirë dhe jashtë nuk ishte mirë. Për ty, domethënë që nuk të ngjiste. Po këto që i kam njoft, i kam shok. I kam miq. Ato që ti mbal lërg janë ato që s'më lidh asgjë dhe për derisa s'më lidh asgjë nuk po se dim se me shumicën flas, jam mirë. Ke rujt shumë raporte. Kam rujt goxha raporte dhe raporte jo vetëm në shoqëri, por edhe në punë. Okej, Ariola, duke qenë se je një vajzë sinqertë. Me thënë drejtë, më fal, nuk dua as të hedh, po as nuk dua të hedh balt me dikë që ndaj bukën, rri, dal, është gjuna. Okej, me që je një vajzë sinqertë, një emër unë do ta nxjerr ty. Me kë nuk do qëndroje ose nuk do preferoje të hyje në formatin e Big Brother VIP, me kë nga personazhet publike? Një emër do ta thuash. Me ata që kisha unë apo në përgjithësi? Në përgjithësi. Kë nuk do rria dot. Me Roberta Lia. Jo, nuk besoj se do qëndroja dot. Kush e di pse unë imagjinoj brenda asaj shtëpie këtë vit. Dhe kujt do t'i qëndrojem më shumë pranë, kë do doje që ta ndaje këtë eksperiencë? Qofse do hyje përsëri. Po me personat që
kam ndar, besoj, se nuk e di, nuk e di se si mund të jetë diçka që nuk është aktuale, nuk e di se si. Po mendoj që shumë veta janë pak të përgatitur për atë lojë, janë emocionalisht. Ne tani do kalojmë pak në publicitet dhe do kthehemi shumë shpejt.